hapi seancën e kolegjit penal. Gjykatës Apellit Departamenti Special në çështjen penale kundër të Andrehut Bedrik Krasniqi dhe Albin Vezdari për shkak të veprave penale vrasje rrëmë në bashkëpunëri. Gjykata themelore mbështetim përkatësisht Departamentit Special i kësaj gjykate me gjykimin për të rrëfishme të 6 mejtë, në të dorës të të informanë zhjumëve në sikret. Kanë në komi të tonë si përshikët si sotë. Të akuzuarin nëse që në dëgjohet në tushëm, të akuzuarin Bedrik Krasniqi dhe Albin Vezdari, të liruar nga akuza për veprën penale vrasje e rëmë dhe vrasje e rëmë në tentativë, si dispozitimi po që nuk është gjykimit të ardhëmuar, ndërsa të akuzuarin Albin Vezdari i ka shpallur fajtor për veprën penale në ndihmë në kryerjen e veprës penale vrasje dhe pendjen e ka gjykuar me dënim në kodin e pozatje prej 8 viteve. Duke i llogaritur dënimin e shqiptuar dhe kohën e kaluar në paragojim. Kota e shkollës së parë, për pikën 1 të dispozitivit të gjykimit, ka konstatuar se nuk ka gjetur prova që do të vërtetonin faktin se të akuzuar Albin Vezdari dhe Bedrik Krasniqi kanë kryer vepra penale të lartësipura, ndërsa për të akuzuarin Albin Vezdari, gjykata ka konstatuar se ka gjetur prova dhe të ditën ka shpallur fajtorin për veprën penale në ndihmë në kryerjen e veprës penale vrasje nga kundër këtij gjykimi, ankesë ka paraqitur Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës dhe atë vetëm se përket pjesës liruese. Gjykata në gjykimin e saj ka paraqitur gjendjen praktike duke thënë se Albin Vezdari në 17 mars që tash 22 vite më herët kanë ndihmuar ndajnë edhe disa persona të tjerë për një ngjarje që kanë ndodhur në Mitrovic për herë, kanë shkuar në ndajë të Gjetëlini, çka kanë ndodhur, do thotë se ka ndihmuar transportimin e armëve, të cilat armë, të cilat armë, një armë ma vonë kanë mundur në përdorë nga disa persona në një rast këtë për 23 mars, në një armë. Pra, gjykimi është tërësisht konfuz, sepse nuk ka prova fakte të i propozimit. Gjykës që ky mos këtë prapë në rishqytim se janë 21 vite më herë. Po bashkë në shkejtë të mëndime të vetë dhe brojtën e të Albin Vezdari të aleronin nga akuzat, sepse nuk ka prova cilat në asnjë formë, asnjë mënyrë linë jetën me ngjarjen për çka po shkak. Gjatë shqyrtimit të gjyqësor, paraprak me asnjë provë e cila është administruar të gjitha në Kërlan, nuk është vërtetuar pajësia e të mbrojtërit tim Bedrik Krasniqi, mirë po është vërtetuar ka pajësia e tij. Ankesa Prokurorisë Speciale është e padrejtë në raport me të mbrojtërin tim. Dhe propozoni që të refuzon. a ti vetë diçka më shtu ose thjesht apo pajtohesh me çdo fjalë të avokatit tonë? Pajtohem me fjalët e avokatit. Edhe shpresoj që kryet ky gjykim ose gati në dekatë bëhet. Kur ka fillu ky gjykim, jem koni martuar për s'kam pas fëmijë hiç, tash për herë tret po pres më baba, ky gjykim akoma nuk ka përfunduar. Shpresoj që kryet sa më shpejt, ndërsa fjalën e avokatit. Dëgjova avokatin tonë çka foli, a e përkrah? Po. Mbështet? Po, mbështet. A ti vetë diçka me deklarim? Jo. Kur gjërat? Atër me qenë se nuk ka deklarime tjera për këtë seancë, unë shpalli seancën e kolegjit të përfunduar. Vendimin e kësaj gjykate do ta merrem nëpërmjet gjykatës së shkallës së parë, një atak arsyeshëm kohor.